Zoti Elezi, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Palimit. Gjithashtu përshëndetje, mirë se u gjej. Atëherë, zoti Elezi, si u prit në Kosovë deklarata e ministres serbe? Në fakt, po, kjo deklarate e qeverisë së Serbisë përmes ministres së saj është një dëshmi e radhës se Serbia ka pasur dhe ka qasje të njëjtë me Kosovën si kur kishte kasapi i Ballkanit Milošević. Madje referu kësaj deklarate, qasja atyre është akoma më domthon me brasht apo më e rrezikshme, dhe se kjo dëshmi e një ministër në detyrë domethënë e ekspozon Kosovën realisht situatë shumë të rëndë, duke kanosur në mënyrë drejt për drejt sigurisë, sepse kjo mendësi dhe ky lloj diskutimi sigurisht që vjen duke u bazuar në angazhimet, në diskutimet që janë në qeverinë e Serbisë dhe duke u bazuar sigurisht në qasjen që kanë administrata serbe kundrejt Kosovës. Ishte thjesht një deklaratë politike apo një kërcënim që duhet marrë seriozisht? Në fakt, par nga pozita e ministrit të Serbisë apo ministreshës në këtë rast, kjo është një kërcënim që duhet marrë seriozisht dhe takimet e nevojshme të institucionit të Republikës Kosovës në adresë të zyrave të kujimtit dhe në adresë të Bashkimit Evropian, duke treguar qarta dhe se mendësi e politikës Serbisë në drejtim të Kosovës e cënon rënd dialogun, përpjekjen e Kosovës për krijimin e kushteve për harmonizim të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe njëkohësisht nxit elemente radikal serbë aktivitete se që është edhe sulmi i fundit në Banjska. Ju e dini që kjo lloj angazhimi qeverisë, kjo lloj deklarimi, diskursi publik mund të banë në një angazhim të qartë se Serbia nxit urrejtjen ndërretnike dhe angazhon aktet që mund të konsiderohen në vazhdimsi të rrezikshme për Kosovën. A flasim sot për një rrezik real që Serbia paraqet në Kosovë apo është gjithçka nën kontroll? Në fakt, ne kemi parë rastin Banjska, sulme në Kosovë, njëri në infrastrukturën kritike të Kosovës dhe tjetri rasti sulmit Banjska, ku kemi parë që një numër i konsiderueshëm, rreth 100 persona, të armatosur ishin në një sulm ku vra dhe rreshteri i policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës. Ky rast tjera dëshmojnë se Kosova mbetet e ekspozuar situate jo sigurie, cila vjen prej angazhimit zyrtar përmes strukturave të saj të sigurisë, qoftë shtëpia serbe apo edhe ushtrisë serbe. Me një fjalë, kjo deklaratë e ministrës na bën të mendojmë se Kosova është ekspozuar sinqerisht para një sfide të sigurisë se duhet të ndërmarrë veprime në koordinim me KFOR-in, si garantuese sovranitetit të Republikës Kosovës në rezolutën 12 në rezolutën e OKB-s 1244, si dhe veprimet të tjera të cilat kanë për qëllim atyre organizimin e sigurisë të Kosovës, ku janë dy organizata tjera, EULEX dhe UNIKU. Jashtë ky lloj kërcënimi që e ka bërë ministria edhe një herë determinon aktivitetet të fuqishme të natyrës politike dhe të asaj teknike të sigurisë për të parandaluar një sfidë serioze që mund ta ketë Kosova në një të ardhmen nga kërcënimi i Serbisë. Cilat janë sinjale që ju bëjnë të mendoni se tensionet mund të përshkallëzohen sërish? Do më lejoni të përmend 3 nga shumë ato që janë. E para, edhe deri edhe sot, domethënë Beogradi zyrtar nuk ka ndërmarrë veprime për arrestimin dhe sjelljen e paradrejtësisë të Radojçit dhe personave të cilët kishin kryer sulm terrorist në veri. E dyta, deklarimet të vazhdueshme të Beogradit zyrtar në adresë të cënimit të sigurisë së Republikës Kosovës, si dhe fakti që Kosova mbetet akoma pjesë e kushtetutës së Serbisë si tërësi territoriale e saj. Janë
3 të dhëna publike në të cilat na bëjnë mjaftueshëm për të konstatuar që sfida e sigurisë së Republikës së Kosovës është serioze dhe mbetemi realisht në nkërcënim apo mund të themi të sfiduar apo të ekspozuar afar situatës së sigurisë në jo vetëm Kosovë, por ndoshta në nivel ballkanik. Sa ndikim vazhdon të ketë Rusia në politikën e Serbisë dhe në zhvillimet e sigurisë në Ballkan? Pikrisht kjo lidhet edhe me këtë lloj adresime që ka bërë Beogradi ndërkohë përmes ministrës. Jo dini që Serbia në vazhdimsi kur ka shut që ta ngrit nivelin nacional dhe përmes këtij lloji diskursi politik nxit qytetarët serb në drejtim të aktiviteteve të shëndetit të punës në Banjska, ka përmendur domethënë bashkëpunimin me Rusi, duke treguar se Rusia mbetet e fuqishme brenda e Serbisë, brenda pushtetit të Serbisë dhe se Serbia ka një interes që ta mbajë situatën e të zhvilluar, gjithmonë duke i referuar faktit që dëshiron të defokusojë angazhimet ndërkombëtare në lidhje me sigurinë dhe zhvillimet në Rusi në drejtim të vatrave të reja të zjarrit që mund të jenë në vendet e Ballkanit. Rusia padyshim që përdor Serbinë si trampolin për ta goditur Kosovën si njëra në të ku SBA-ja dhe partnerët e saj kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për ta krijuar fond të re të sigurisë duke sjellur Kosovën në një momentum ku të shpallet shtetë dhe se të formoj institucione të sigurisë, siç janë policia, forca sigurisë dhe bashkëpunime tjera ndërkombëtare që lidhen edhe me NATO. Prandaj mund të themi që Rusia, duke i pasur gjithmonë parasysh këto, e njëjta mundohet që të përdor trampolin Serbinë dhe radikalizmin në Serbi për të organizuar aktivitete jo siguri në Kosovë dhe kështu për të kanosur gjithë sigurinë e Ballkanit, pashtus një portë e mundshme e Ballkanit në drejtim të Evropës, të tensionuar dhe për të mbajtur pozicionin e saj në diskutimet të ardhshme që mund të bëhen dhe Bashkimin Evropian si dhe NATO në raport me marrëveshjet që pritet të vinë në mes Rusisë dhe Ukrainës. Sa e sigurt është sot Kosova? Në fakt, Kosova sipas rezolutës 2024 garantohet nga NATO përkatësisht nga KFOR-i, i cili zbaton mandatin e NATO-s sa i përket sigurisë përkatësisht territorit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu Kosova ka forcën e saj sigurisë, ka policinë e Kosovës dhe mekanizma të tjerë të cilët në aspekt në sigurisë. Megjithatë, kjo vend për të diskutuar, Kosova mbetet akoma jo mirë organizuar në aspektin e armëve përkatësisht furnizimit me armatime, ne nuk kemi posedimit të armëve të rënda, nuk kemi fluturake dhe se jemi akoma në vazhdesi për të realizuar projektin apo mund të themi statusin që Kosovë nga një shtet me një forcë sigurie në projektin që dërgon Kosovën drejt një ushtrie të saj dhe antarësimit në NATO, dhe në këtë rrethona mund të themi se Kosova është mirë strukturuar, mirë organizuar, megjithatë mungesa e disa punëve që garantojnë sovranitetin e saj që atë problem serioz në Kosovë. A mjafton prania e Krofit për të garantuar stabilitetin? Në fakt fori si një strukturë ushtarake, si thashë më të mirë organizuar, shtrihet në 6 zona, përkatësisht në 6 brigada të cilat mbulojnë gjithë territorin e Republikës së Kosovës, operon në kufit të saj, ka bazat ushtarake që kanë drejtë edhe përdorimit të armatimeve të rënda. Një tjetër çështje që po ndiqet me interes është procesi në Hag ndaj ish drejtuesit të UÇK-s. Çfarë prisni nga vendimet që pritet të shpallen? Kemi deklaruar dhe kaluar në gjykata e Hagës mbetet një gjykatë politike. Ne kemi frikë që edhe vendimet janë politike, në të kundërt nuk duhet të ishim në fakt nuk duhet të keshim ta quajmë ashtu një atakus apo një proces gjyqësor i cili është në Kosovë, është në Hagë dhe është në kuadër të normativave të Kosovës. Fakti që ne kemi një atakus të ngritur deri më tani, fakti që kemi një proces gjyqësor deri më tani na bën të friksojmë nëse gjykata do të jetë gjykatë e cila vepron në bazë të drejtësisë dhe jo në bazë të politikës. Në të kundërtën ne shohim shqetësim serioz sa i përket vendimeve në raport me udhëheqësit e ushtrisë limbërore të Kosovës.
Mitrovica e Veriut mbahet pika më e ndjeshme. Si është situata aktualisht? Veriu i Kosovës përkatësisht Veriu Mitrovicës mbetet akoma, apo Mitrovica mbetet akoma, mund të themi një vend me probleme të natyrës të sigurisë, është e qetë, mund të themi siguria atje konsiderohet e brysht për arsye se akoma udhëheqet nga lista serbe, një strukturë politike që nga Qeveria e Republikës Kosovës është konsideruar organizatë terroriste, në të cilën ishte edhe vetë Rado i Qeç në krye të saj bashkë me Veselinović dhe të tjerë të cilët edhe kanë marrë pjesë në sulmin e fundit. Prandaj kjo është i siguri e brysht, tash edhe një herë udhëheqet nga një shteg me probleme dhe ndikuar në mënyrë drejt për drejt nga Beogradu dhe Moskva, dhe kështu mund ta konsiderojmë se ka shumë për të bërë, apo duhet shumë për të bërë që Veriu i Mitrovicës të konstruohet zonë e qetë dhe mundësi për një zhvillim të ri. Zotë Elezi, të falenderoj, ishte kënaqësi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.